Kuvendit edhe ushtruese detyrës së presidentës, sado që të dyja detyrat kanë sfidat e veta, të jesh kreu i shtetit, njëkohësisht ta udhëheqësh politikën e jashtme të vendit dhe ushtrinë e vendit e shumë detyra të tjera, duke filluar nga përfaqësimi i unitetit të popullit, janë përgjegjësi e jashtëzakonshme, në cilat ju dëshirojmë shumë sukses e shëndet në ditët në vijim. E njëkohësisht edhe shpresojmë shumë që Kuvendi i Republikës së Kosovës sa më parë që do të jetë mundur do ta zgjedh presidentin apo presidenten e re, me shpresën që të kemi stabilitet institucional në një kohë kur jo vetëm shteti ynë dhe rajoni ynë, por e gjithë bota po kalon kriza të mëdha. Kur unë kam ardhur në këtë zyrë në nëntor të vitit 2020, në fakt kanë qenë rrethana të jashtëzakonshme, siç e dini. Kurse sot po ju lëm pas një punë të jashtëzakonshme. Do të kemi mundësinë përgjatë takimit të diskutojmë për shumë procese që kanë filluar e përfunduar me sukses, po edhe për shumë procese që kanë filluar e shpresoj që ju ti vazhdoni sa jeni këtu, edhe kushdo që do të vi pas jush. I kemi këtu një numër të folderave me do të ja vetëm 1% të punës, sa për të filluar, që e mbulojnë edhe politikën e jashtme, edhe pjesën e drejtësisë, edhe pjesën e mbrojtjes dhe fushat të tjera. Por çka është më rëndësi, ne do të jemi në dispozicionin tuaj të plot, edhe unë, edhe i gjithë stafi im, çdo ditë 24/7 për çkado që duhet për këtë shtet, për çdo informat, për çdo mbështetje që ka nevojë vendi ynë, sepse angazhimi për shtetin asnjëherë për ne nuk është lidhur me pozitat që i mbajmë, asnjëherë në këto më shumë se 2 dekada që janë në institucione publike, nuk do të jetë edhe tash tutje, kështu që për çkado që keni nevojë, jemi vetëm një thirrje larg. Ne do të diskutojmë edhe më në detaje sa i përket përmbajtjes së punës që ju pret. Megjithatë, na kemi pas bashkëpunim të mirë edhe në të kaluarën, edhe kur kemi qenë të dyja deputete, edhe kur ju ishit ministre, unë isha njëherë kryetare Kuvendit, pastaj presidente, edhe në këtë periudhë që ju zgjodhet kryetare Kuvendit, kështu që jam e bindur që kështu do të mbetet edhe tash e tutje. Ne kemi pasur, sikurse çdo institucion besoj, një ekip të jashtëzakonshme, e cila ka punuar kur pa ndalë, gjithmonë për te orarit të punës, mbi gjitha gjithmonë me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj Kosovës. Shpesh herë atë puna e tyre nuk shihet, nuk del në televizione, por suksesi vërtet institucioneve tona janë këta njerëz që nuk ndalen kurrë. Dhe sa i përket memorjes institucionale, ju do ta keni këtu administratën, një administratë prej cilëve ka prej atyre që kanë filluar nga koha e presidentit Rugova. Pra një memorje institucionale, por siç e thash, për çdo çështje tjetër na keni në dispozicion të plot. Siç e përmenda, këtë institucion e ka ndërtu presidenti ynë historik, si institucion të fortë, si institucion me integritet dhe si institucion me aleanca të forta, dhe ne sot të tillë e lëm pas dhe u adërzojmë juve. Ju uroj edhe një herë shumë sukses e shëndet. Faleminderit. E dashur presidente, faleminderit shumë së pari për gjithë punën edhe angazhimin 5 vjeçar që ke bërë në shërbim të Republikës së Kosovës, në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sigurisht që për Kosovën është shumë e rëndësishme që në krye të institucioneve të kenë njerëz që kanë integritet të lartë, moral, profesional, edhe që secilin vendim që e marrin e kanë parasysh shtetin edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Tani, rrethanat kushtetuese imponojnë që kryetari i Kuvendit të jetë ushtrues detyre i presidentit. Në këtë rast presidentës, unë e kuptoj përgjegjësinë, i kuptoj obligimet kushtetuese dhe zotohem që do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ne e dimë që ky ushtrim i kësaj pozite mbahet jo më shumë se 6 muaj, por unë uroj që sa më parë Kuvendi i Republikës